Në një pyll të mbuluar nga bora, një arush e uritur gjen një foshnjë të braktisur. Ajo që duket si fillimi i një tragjedie, kthehet në një lidhje që sfidon frikën dhe urrëtitjen. Fshati që rrethon pyllin fillon të përhap zëra, të gjithë duke kërkuar fajtor, por asnjë se di se e vërteta është më afër se mendojnë. Në çdo kapitull, zbulohet pak nga ajo që njerëzit përpiqen të fshehin prej vetes. Mos u largo, sepse kjo histori nuk është vetëm për një kafshë dhe një fëmijë, por për atë që ndodh kur zemra zgjohet nga uria. Era e ftohtë frynte mes pemëve dhe bora kërciste nën peshën e saj. Pylli ishte i heshtur, vetëm tingujt e erës përziheshin me frymën e natës. Hëna ndriçonte mbi dëborën e bardhë, duke e bërë pyllin të dukej si një vend pa jetë. Por diçka lëvizi. Një arush e madhe ecte ngadalë mes trungjeve. Ishte e uritur. Barku i saj gëriste fort, syt i kishte të lodhur. Kishte ditë që s'kish gjetur asgjë për të ngrënë. Kur papritur në ajër ndjell një aromë të re, jo kafsh, jo gjak, por diçka e butë, e ngrohtë, aromë njeriu. Ajo ndaloi, ngriti kokën dhe nuhati ajrin. Pastaj filloi të ecë drejt erës me hapa të rëndë që çanin borën. Sa më afër vinte, aq më e fortë bëhej aroma. Një tingull i mbytur doli nga goja e saj, një përzierje ankthi dhe shprese. Pas disa hapash, arusha ndaloi sërish. Para saj, në mes të pyllit, ndodhej një shport e vjetër. Brenda saj, diçka lëvizi. Një foshnjë e mbështjell me një batanie të grisur, po qante. Zëri i saj i holl shpërtheu në ajër, duke e thyer heshtjen e natës. Arusha ngriti kokën dhe qëndroi e ngurtë. Ishte e hutuar. Instinkti i saj i thoshte të largohej ose të sulmonte, por diçka tjetër e ndaloi. U afrua ngadalë. Fryma e saj e ngrohtë mbuloi shportën. Foshnja ndaloi për pak, pastaj qau përsëri. Aroma që vinte nga batania ishte e fortë. Ishte era e njeriut, por kishte edhe diçka të njohur, si kujtim i largët. Arusha uli kokën, nuhati edhe një herë dhe pastaj e preku butë me hunë. Foshnja hapi syt e vegjël e të lagur. Për një çast, të dy qëndruan ashtu, duke u parë. Në pyll, çdo gjë ndaloi. Asnjë erë, asnjë zhurmë. Vetëm fryma e arushës dhe e fëmijës përziheshin. Ajo ndjeu diçka të çuditshme në trup. Uria i zbehej, ndërsa diçka e ngrohtë, si dhëmbshuri, i mbushi gjoksin. Ngadalë, u ul pranë shportës. Trupi i saj i madh u kthye në mburoj. E rrethoi fëmijën me ngrohtësinë e leshit të saj. Foshnja pushoi së qarit. Dora e vogël lëvizi dhe preku flokun e trashtë të arushës. Një frymë e butë doli nga gryka e kafshës si një ofsham. Bora nisi të binte më dendur duke mbuluar shpatullat e saj. Ajo nuk u largua. E ruajti fëmijën si të ishte i vetmi gjë i gjallë në botë. Larg, në fshat qend lehen, por askush nuk dinte çfarë po ndodhte në pyll. Asnjë njeri se pa atë moment, as nuk do ta besonte kurrë, sepse në zemrën e natës, aty ku duhej të kishte ndodhur gjak, kishte ndodhur diçka tjetër, një ndjesi e re. Arusha qëndroi ashtu për orë të tëra, pa lëvizur. Her pas here ngrinte kokën, dëgjonte, e pastaj e ulte përsëri. Bora binte mbi trupin e saj, por nën lesh fëmia ishte i mbrojtur. Nxehtësia e saj e mbante gjallë. Kur hëna filloi të zbresë, pylli kishte ndëruar frymë. Arusha, që kishte ardhur e shtyr nga uria, tani ruante diçka që se kuptonte. Nuk e dinte pse, por s'mund të largohej. Ishte si një forcë e padukshme që e mbante aty. Në mëngjes, Bora mbuloi çdo gjurmë. Vetëm një frymë e ngrohtë mbeti nën trupin e madh të arushës. Dhe aty, në mes të acarit, ndodhi diçka që askush s'do ta merrte me mend, një përbindësh mbylli syt për të mbrojtur një jetë. Agimi u ngrit i zbehtë mbi fshat. Dëbora shkëlqente në çatit e ulta, por ajri ishte i rëndë, si para një lajmi të keq. Në çdo derë, njerëzit flisnin me zë të ulët. Zërat përhapeshin si era, një arush ka marrë një fëmijë. Askush se dinte nga vinte fjala e parë, por tani të gjithë e përsërisnin. Në sheshin e vogël, pranë pusit të ngrirë, u mblodhen burrat. Drenor, gjuetari i fshatit, e kishte parë diçka natën e kaluar, ose të paktën kështu thoshte. Ai qëndronte me pushk në dorë, duke shpjeguar me gjeste, e pash mes pemëve. Ishte e madhe, e zezë, dhe mbante diçka në gojë. Nuk ishte kafshë e zakonshme. Ishte si njeri. Fshatarët u pan me dyshim.
Njëri qeshi nervoz, Arusha nuk mban foshnja, Drenor. Ti ke pirë ndoshta. Tjetri uli kokën, por mbrëm dëgjova qend që ulërinin gjithë natën. Zërat u përzien. Askush nuk dinte ç'të besonte. Disa shikonin drejt pyllit me frikë, të tjerë me kureshtje. Një grua tha se kishte parë dritë në buzë të pyllit, një tjetër përmendi britma që si përkasin as njeriut, as kafshës. Në mes të tyre qëndronte Erisma, shëruesja e moshuar e fshatit. Ajo nuk foli. Vetëm i vështronte të gjithë me sytë e saj gri që ngjanin me akullin. Ishte gruaja që dinte më shumë se të tjerët, por fliste vetëm kur duhej. Një vajzë e re ju afrua dhe i pëshpëriti diçka në vesh. Erisma ngriti kokën ngadalë, vështroi drejt maleve dhe tha me zë të ulët, mos shkoni në pyll sot. Ai s'është më vend për njerëz. Asnjë nuk e kundërshtoi. Ishte si një ligj i padukshëm që të gjithë e ndjen menjëherë. Gjatë ditës, jeta u përpoq të kthehej në normalitet. Burrat shkuan në hambar, gratë ndezën zjarre. Por fjalët nuk pushuan. Çdo njeri që kalonte pranë tjetrit pëshpëriste, thonë se Arusha ka një shenjë të djegur në shpinë. Të djegur? Si nga zjarri? Po. Si një dorë njeriu. Fëmijët u ndaluan të dilnin jashtë pas perëndimit. Qend u lidhen më fort. Edhe pulat nuk cingëronin më si zakonisht. Edhe era dukej ndryshe, më e rëndë, më e ftohtë. Në mbrëmje, Drenor doli përsëri në shesh, i zemëruar që askush nuk e besonte. Po ju them, e pash. Nuk ishte vetëm uria ajo natë. Kishte diçka në sy të saj. Një burrë e ndërpreu, çfarë diti për sytë e një përbindëshi. Drenor ngriti pushkën, jo për të kërcënuar, por për të mbrojtur nga tallja. Sytë e saj nuk ishin të kafshës, tha. Ishin si të dikujt që mban mend. Fshatarët heshtën. Askush se kuptoi mirë, por diçka në fjalët e tij i tronditi. Edhe ata që qeshnin, tani shikonin nga pylli me frikë. Erisma u afrua, mbështetur në shkopin e saj. Pylli mban kujtime, tha me zë të ulët. Dhe kujtimet nuk vdesin. Vetëm presin, pastaj u kthye dhe u fut në shtëpinë e saj pa thënë më asgjë. Natën, fshati u mbulua me një qetësi të çuditshme. Asnjë qenie s'lëvizi. Qend s'lehen, zogjt s'pipëtin. Njerëzit flinin me dyrë të mbyllura, por sytë e tyre nuk pushonin. Ishte ndjesia që dikush, ose diçka, po i shikonte. Në dritaren e saj, Erisma ndezi një qiri. Flaka lëvizi si të kishte frikë. Ajo përshpëriti një lutje të vjetër që vetëm të moshuarit e dinin. E dinte se nata kishte marrë diçka nga fshati, dhe se ajo nuk do ta sillte më kur njësoj. Në mëngjes, Bora mbuloi çdo gjurmë. Por në ajër, frika mbeti. Njerëzit flisnin përsëri, por më ngadalë, sikur kishin frikë se pylli mund t'i dëgjonte. Në sytë e Erismës fshihej diçka që askush zguxonte ta pyeste. Dita nisi e zymë. Qielli ishte i mbuluar me re të trasha dhe Bora binte pa pushim, duke mbuluar çdo gjurmë të natës së kaluar. Drenor e ndjeu që mëngjesi nuk ishte si të tjerët. Ishte diçka në ajër, një ndjesi që diçka e harruar po afrohej. Ai mori pushkën dhe u nis drejt pyllit. Se dëgjoi as këshillën e gruas, as fjalët e fshatarëve. Nëse nuk e gjej të vërtetën vet, do të më haj dyshimi, tha. Hapat i zhyteshin në borë dhe çdo frym i dilte si mjegull. Pylli e priti me heshtje. Degët përkuleshin nga Bora dhe nga larg dukej sikur sytë e panjohur e ndiqnin. Drenor ndjeki gjurmët e vjetra, ato të Arushës që kishte parë atë natë. Ato e çuan deri në një lëndim të fshehur, të mbuluar me myshk dhe trungje të rrëzuar. Aty ndaloi. Toka ishte e trazuar, si të ishte hapur dikur nga duar njerëzish. Drenor u përkul dhe filloi të gërmonte me duar. Bora u përzie me tokën e ftohtë. Pas pak, në një shtres myshku, ai pa diçka që s'duhej të ishte aty, rroba njerëzore, të vjetra, të kalbura dhe më poshtë, kocka. Frymëmarrja i u ndal. Drenor i njihte ato vendodhje. Ai kishte ardhur këtu shumë vite më parë me Lunaran, gruan e tij të zhdukur. Zemra i u drodh. Ishte i sigurt se askush se dinte për këtë vend. Por tani, diçka nga ajo kohë po i kthehej përpara syve. Ai mbylli syt për një çast. Kujtimet u ngritën si hije, ajo natë e stuhishme, zëri i Lunaras që qante, britmat, pastaj heshtja. Kishte qenë nata kur ajo ishte zhdukur përfundimisht.
Ai kishte thënë se ajo u humb në mal, por në të vërtetë nuk kishte folur kur gjithë të vërtetën. Një zhurmë e lehtë e ktheu në realitet. Nga ana tjetër e lëndinës diçka lëvizi. Një hi e madhe, me lesh të errët dhe sy që shndrisnin në errësirë. Arusha. Drenor ngriti pushkën, por nuk qëlloi. Ajo nuk u afrua. Qëndroi vetëm disa hapa larg, duke e parë drejtë në sy. Ishte një shikim që nuk kishte urrëtie. Ishte i thellë, i qetë, si kujtim. Drenor u ndjej i vogël. Zemra i rrite fort, jo nga frika, por nga diçka që se kuptonte. Në sytë e kafshës kishte diçka njerëzore, një njohje, një ndjenjë që i kujtoi diçka nga Lunara. Ai uli armën dhe hodhi sytë përsëri nga toka. Shporta e vjetër, batania e grisur dhe një aromë e njohur. Si ajo e Lunaras, Arusha nuk lëvizi. Vetëm e pa, pastaj u kthye dhe u zhduk mes pemëve, pa bërë zhurmë. Drenor mbeti vetëm, i përhumbur. Një burr që e kishte ndërtuar jetën mbi gënjeshtra tani po shihte copat e saj të shkatëroheshin. Ai nuk e dinte më çfarë ishte e vërtetë dhe çfarë ishte mallkim. Kur u kthye në fshat, fytyra i ishte zbehur. Fshatarët e pan, por askush nuk foli. Ai shkoi drejt shtëpisë së Erismës. Gruaja e moshuar e priti në derë, sikur e dinte që do të vinte. E pyeti ajo me zë të ulët. E pash, tha Drenor, dhe ajo s'më sulmoi. Erisma uli syt. Sepse ajo mban diçka që ti ke humbur, tha. Çfarë? Një kujtim që s'është i saj, por i yti. Drenor nuk foli më. Doli nga shtëpia dhe u kthye drejt pyllit. Ai ndjente se çdo hap që hidhte e çonte më afër diçkaje që se kishte guxuar të përballej për vite të tëra. Në mbrëmje, një fshatar që shkonte të merrte dru pa vënë re, pa diçka të çuditshme, gjurmë të përziera në borë, një të Arushe dhe një tjetër, më e vogël, si e një fëmije. Ai u kthye me vrap në fshat, por askush nuk e besoi. Vetëm Erisma mbylli syt dhe pëshpëriti. Pylli kujton atë që njerëzit përpiqen ta harrojnë. Pylli kujtonte atë që njerëzit përpiqeshin ta harronin. Bora vazhdonte të binte pa ndalur. Fshati ishte mbuluar nga heshtja dhe dyshimi. Askush nuk dilte pa arsye. Por një mëngjes dera e shtëpisë së Erismës u hap dhe plaka doli me një batanie të vjetër në duar, të njëjtën që e kishte parë tek Drenor disa vite më parë, atë që Lunara thurte netëve pranë zjarrit. Në sheshin e fshatit, njerëzit u mblodhen. Batania ishte e lagur, me njolla balte e bore. Erisma ngriti kokën dhe tha me zë të qetë, kjo nuk është thjesht batanie. Është premtim. Askush se kuptoi menjëherë. Fshatarët shikonin njëri tjetrin, të pasigurt. Drenor, që ndodhej në skaj të turmës, ndjeu një therje në gjoks. Njohu qepjet, ngjyrat, edhe fijet që Lunara kishte përdorur. Ku e gjete? Pyeti ai me zë të prerë. E solli era, tha Erisma. Nga pylli. Një murmurim përshkoi njerëzit. Tani zërat nuk ishin më thashë theme, por frikë. Njëri nga burrat u ngrit. Mos vallë është batania e fëmijës që përmendet? Ajo që mbante Arusha? Plaka u kthye ngadalë dhe e pa në sy. Po. Dhe batania është e njëjtë me atë që Lunara kishte bërë para se të zhdukej. Fjalët ranë si gur mbi fshat. Disa u kthyen drejt Drenorit. Ai u përpoq të qeshte, por zëri i tij dridhej. Po, është e ngjashme, por s'ka lidhje. Gruaja ime u humb shumë vite më parë. Erisma u afrua. Ndoshta nuk u humb. Ndoshta iku sepse e dinte çfarë po vinte. Një heshtje e rëndë mbuloi të gjithë. Drenor u ndje sikur diçka po i dilte nga gjoksi. Ishte faji që e kishte mbajtur për vite, që tani fillonte të marrë formë. Ai e dinte se kishte gënjur dikur, por nuk priste që e vërteta të rikthehej përmes një kafshe. Një nga burrat e fshatit, luar, bërtiti, ti na the se e kërkove në çdo vend, Drenor. Po sikur ajo të ketë vdekur në duart e tua, Drenor ngriti pushkën, i tronditur. Mos më akuzo për diçka që nuk di. Por sytë e njerëzve nuk ishin më të njëjtë. Dyshimi u kthye në bindje. Erisma i ndërpreu me zërin e saj të qetë, mos kërkoni gjatë. Kërkoni kujtesë. Lunara nuk la mallkim, por një shenjë. Dhe ajo shenjë tani ecën në pyll. Në atë çast, një djalë i vogël vrapoi i trembur nga drejtimi i pyllit. E pash. Bërtiti ai. Arusha është afër përrejnë. Të gjithë ngritën kokat.
Drenor e ndjeu se duhej të shkonte vetë. S'kish më vend për fjalë. Ai doli nga fshati me nxitim, Bora i shkrepi nën çizme. Në buzë të pyllit e pa, Arusha qëndronte e lagur me batanien në gojë. Si ishte kërcënuese. Ishte si një kujtim i gjallë që s'po ikte. Drenor ngriti armën, por se bëri dot gati. Diçka në sytë e saj e ndaloi. Ishte e njëjta ndjesi që kishte pasur atë natë kur pa për herë të fundit lunaran, ajo përzierje e frikës dhe dëmshurisë. Ai e uli pushkën dhe u afrua me hapa të kujdesshëm. Kush je ti, pëshpëriti, megjithse e dinte që s'do merrte përgjigje. Arusha e vështroi, pastaj la batanien në tokë dhe u kthye në pyll, duke lënë pas vetëm gjurmët e saj të rënda. Drenor e mori batanien në duar, e ndjeu erën e njohur të lunaras, ajo aromë që nuk e kishte harruar kurrë. Dhe atëherë gjithçka u bë e qartë, e vërteta që kishte dashur ta varroste, po dilte vetë nga toka. Ai u kthye ngadalë drejt fshatit, me duart që i dridheshin. Fshatarët e pan duke ardhur me batanien. Askush nuk foli. Vetëm Erisma uli kokën dhe tha, kur një arush ruan një fëmijë, mos mendo për kafshën. Mendo për kujtimin që ajo mbron. Drenor qëndroi në mes të sheshit, i zbërthyer nga brenda. Zemra i rrite fort, por syt i ishin mbushur me lodh. Për herë të parë nuk kishte më frikë nga pylli, kishte frikë nga vetvetja. Nëse Arusha ruante fëmijën, kush ruante të vërtetën? Pas asaj dite, fshati nuk ishte më i njëjtë. Frika u kthye në shqetësim të heshtur. Askush nuk fliste hapur për Arushën, por çdo njeri e dinte se ajo ende ishte aty, në pyll, mes dëborës, duke ruajtur diçka që se kuptonte askush. Një natë, Erisma thiri disa nga burrat më të vjetër. Ata u ulën rreth zjarrit, ndërsa plaka tregoi një histori të vjetër. Kjo nuk është hera e parë që një kafshë ruan një fëmijë, tha ajo. Në kohët e lashta, kur njerëzit ishin më të egër, pylli merrte fëmijët që bota i refuzonte dhe i rritte vetë. Të tjerët e dëgjonin në heshtje. Ajo vazhdoi, ka një legjend për një arush me shenjë në shpinë, që shpëtoi një vajzë dhe e mbajti pranë derisa ajo u bë nën. Që nga ajo kohë, thuhet se çdo brez ka një fëmijë që pylli e zgjedh. Drenor e dëgjoi i heshtur. Ai e dinte se nuk ishte më rastësi. Batania, foshnja, kujtimi i lunaras, të gjitha ishin pjesë të së njëjtës histori që po përsëritej. Në ditët që pasuan, u përhap një tjetër zë, dikush kishte parë një grua dhe një kafshë duke ecur bashkë në muzg, drejt maleve. Askush nuk pati guxim ta ndiqte. Fshatarët kërkuan që Drenor ta vriste Arushën, por ai refuzoi. Nuk do të qelloj një kujtim, tha. Sepse ndoshta ajo ruan diçka që unë nuk mund ta dodh. Pylli heshti sërish. Dhe fshati kuptoi se ndoshta përbindëshi nuk ishte kafsha që ecte mes dëborës, por njeriu që s'kishte guxim të përballej me të vërtetën e vet, ai nuk dinte më kush ishte përbindëshi. Në mes të një nate të acartë, Drenor dëgjoi britma që vinin nga pylli. Ishin britma të njohura, as njerëzore, as shtazore. Ai mori pushkën dhe doli, duke ndjekur dritën e hënës mbi dëborë. Çdo hap e çonte më thellë, derisa pa diçka që e ngriti gjakun në vena. Në mes të bardhësisë, Arusha ishte e plagosur, e shtrirë pranë një shporte. Në krah të saj, një vajzë e vogël qante e trembur. Ajo mbante të njëjtën batanie që dikur kishte thurur lunara. Drenor e la pushkën dhe u afrua me duar që i dridheshin. Në tokë, një medalion i vjetër shkëlqeu në dritën e hënës. Ai e njohu menjëherë, ishte i lunaras, brenda kishte një fotografi të vogël, ajo dhe ai, të rinj, të qeshur. Në atë çast, gjithçka u lidh. Vajza foshnja që ishte zhdukur nuk ishte tjetër veç Adea, vajza e tyre. Ajo ishte lindur natën kur lunara ishte arratisur nga shtëpia, e plagosur, dhe kishte gjetur streh të Arusha. Erisma u shfaq prapa tij, duke ecur ngadalë në borë. Adea është gjaku yt, tha ajo. Dhe Arusha e ka rritur që nga ajo natë. Ka ruajtur jetën që ti le pas. Drenor ra në gjunjë, i thyer. Ajo më fal më shumë se unë e meritova, pëshpëriti. Por zhurma e fshatarëve që po afroheshin prishi heshtjen. Një shigjet u lëshua nga prapa. Arusha lëvizi, përpiu frymën e fundit dhe ra. Drenor klithi emrin e lunaras, ndërsa Bora përthithi gjakun. Përbindëshi vdiq, por mori me vete gënjeshtrën e fundit. Agimi u ngriti heshtur mbi pyllin e bardhë. Drita e parë e diellit rëshiti mbi trupin e madh të Arushës, tani të qetë, të mbuluar nga Bora.
Afër saj, Adea qëndronte ulur, me sytë e mbushur me lodh dhe me medaljonin e nënës në dorë. Era luante flokët e saj të vegjël, ndërsa Drenor qëndronte pak më tutje, i gjunjëzuar, pa zë. Fshatarët mbërritën një nga një. Askush nuk foli. Pamja i detyroi të heshnin, kafsha që kishin dashur ta vrisnin kishte vdekur për të mbrojtur një fëmijë. Në sytë e tyre, frika u shndërrua në turp. Erisma qëndronte mënjan me shkopin në dorë. Mos e prekni, tha qetë. Ajo s'është përbindësh. Ajo është kujtesa e pyllit, e dashurisë që ju se kuptua. Pastaj ju afrua Drenorit dhe i vuri dorën mbi shpatull. Tani e di pse Lunara iku. Jo për të braktisur, por për të shpëtuar atë që ti se mundje do. Drenor s'mund të fliste. Ai zgjati dorën dhe preku leshin e ftohtë të Arushës. Në atë preke, ndiu një falje që s'u tha me fjalë. Pastaj filloi të gërmonte me duar, duke hapur një varr të vogël në dëbor. Nuk la askënd ta ndihmonte. Çdo grusht dhe u ishte si rrëfim, si pendes. Kur gjithçka mbaroi, ai uli kokën pranë varrit dhe pëshpëriti, tani pushon ajo që më ruajti nga vetja. Adea u afrua, e vogël e qetë. Shikimi i saj ishte si i nënës. Ajo e preku dorën e tij dhe të dy qëndruan ashtu, ndërsa dielli ngjitej mbi pemët e ngrira. Në dëbor, gjurmët e Arushës dhe të vajzës qëndruan paralel, derisa u humbën në mjegull. Disa uri nuk të vrasin, të mësojnë të duash.